A dëshiron që Allahu të don? A dëshiron që melekët të luten për faljen e mëkateve tua? A dëshiron që t'jesh i mbrojtur nga shejtani i mallkuar? Nëse po, atëherë bëj këto 3 gjëra para se të flesh. 1. Fale vitrin, sepse pejgamberi alayhis salam thot: fale vitrin, tekun, nga se Allahu është tek dhe e do tekun. 2. Flej me abdes, nga se ka thënë Muhamedi alayhis salam: ai i cili shtrihet në shtrat për të fjetur, duke qenë me abdes, te koka e tij do të qëndron një melek. Dhe çdo herë kur njeriu lëviz, meleku thot: o Allah, fale robin tënd, sepse ka fjetur me abdes. 3. Lexoje ajetul kursin, nga se ka thënë Muhamedi alayhis salam: kush e lexon ajetul kursin kur të shtrihet në shtrat për të fjetur, Allahu do t'i dërgon një mbrojtës që nuk i ndahet, dhe shejtani nuk do të ketë mundësi t'i afrohet derisa të zgjohet. Nëse ky mesazh është i dobishëm për ty, shpërndaje të përfitojnë edhe të tjerët.